Zoti Koti, do marrim Groenlandën, gjithashtu do ta bëjmë të pasur edhe këtë popull thaj Groenlandën, edhe do marrim kanalin e Panamas. Do të funksionojë, thoni? Kjo mbetet për tu parë, kjo, si më thënë, është jashtë atyre linjave të rregullta të diplomacisë dhe të ligjit ndërkombëtar. Me sa shikojmë ne, ka tentativa të para nga ana e administratës së re për të zëvendësuar atë forcën e ligjit me ligjin e forcës. Pra, unë jam më i forti, unë jam më i pasuri, më i zhvilluari, më i forti ushtarakisht, unë të bëj gjëmën. Kështu duhen parë këto bashkë me deklaratat e tjera ndaj aleatëve të tij, e çuditshme, ndaj Kanadas për shembull, ju e pat, ndaj Bashkimit Evropian, ndaj Gjermanisë, ndaj Britanisë Madhe, për të ardhur deri tek Ukraina. Duhet të presim, nuk është aq e lehtë, sepse edhe në rast se ai do të realizojë ato synimet që ka përcaktuar, kjo do të krijojë precedent të ri, të rrezikshëm të abuzimit me forcën, pra me ligjin e forcës, jo me forcën e ligjit. Të mos harrojmë kemi Kinën, e cila u përgjigj më një herë, dhe kemi Tajvanin. Pra me këtë logjik atëherë thotë edhe unë Tajvanin, po e marr që tani dhe mos të pres 2027 apo 2029. Ndërkohë Rusia mund të avancojë me planet e veta në Ballkan, po edhe në vendet baltike, pra nuk është aq e lehtë, por duhet kuptuar ky është fillimi, me sa duket presidenti Trump do të japi tonin, do të bëj diçka të re, do të ndahet, siç thot ai, nga gjithë diplomacia dhe politika e ndërkombëtare e deri tanishme e Amerikës. Diçka shumë e vështirë për të bërë në një vend demokratik si Amerika. Por e mira është të presim. Donald Trump, për shembull, në theksin e fjalimit të tij foli për imigracionin, nuk përmendi forcat e armatosura, më shumë falenderoi policinë. Pse e bëri këtë gjë? Dhe gjithashtu për vendosjen e tarifave me Kanadan, por dhe ajo që ju thatë, edhe me Kinën që pritet dhe reagimi i Pekinit ishte i ashpër. Po, në fjalimin e presidentit Trump, ju e vut re, mungonte një element shumë i madh që gjithsesi tani për tani është qetësues për aleatët e saj evropian, për Bashkimin Evropian. Pra nuk u tha asnjë fjalë për jashtim kritikës që ai bëri Bashkimit Evropian, se ajo ka marrë më shumë naftë nga Rusia se sa i ka dhënë ndihma financiare Ukrainës, që nuk është e vërtetë. Në fakt, nëse pra ai nuk u muar me të ardhmen e NATO-s, të aleancës Euro-Atlantike, aleanca më e madhe dhe që është problemi më shqetësues sot. Prandaj me sa duket dhe nuk i përmendi forcat armatosura, sepse në vendin e varrurit mos e përmend litarin themi ne. Po që se do përmendë ato, atëherë ai duhet hidhej dhe tek situata ndërkombëtare dhe tek NATO-a, tek aleatë e vet. Gjithsesi, them që kjo ishte një gjë e mirë dhe unë nga kontakti që kam pasur sot me miq dhe kolegë këtu në Bashkimin Evropian, në Bruksel, në NATO, ka një farë kanë marrë frymë të lehtësuar, si më thënë europianët, këtu në Bruksel, në Belgjik, në Gjermani, në Francë dhe kudo. Të paktën është një moment për të marrë frymë, sepse mendoni sikur të kishte bërë një deklarat kundër NATO-s apo kundër aleancës me Bashkimin Evropian. Kështu që tani Evropa ka mundësi të marrë pak frymë, nesër ju dini do bëhet samiti i jashtëzakonshëm në Bruksel, në mënyrë që ajo gjithsesi të marrë masat, të përgatitet për ta mbrojtur veten e saj, sepse me sa duket kjo aleancë Euro-Atlantike është drejt shpërbërjes me pasoja të pa riparueshme.